Projekti i Bashkisë Durrës për rehabilitimin e parkut arkeologjik që po realizohet në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, po has në rezistencën e banorëve që priten t'u prishen shtëpitë. Edhe këtë të premte, banorët kanë protestuar përpara Bashkisë Durrës, teksa gjatë një lidhje direkte me emisionin e mëngjesit në Syri Televizion, u shprehen për mediat se nuk janë përfshirë në asnjë fazë të procesit të konsultimit, ndërsa rastësisht kanë mësuar mbi vendimin e qeverisë për shpronësimin e 74 familjeve me vlerën e 315 milion lekëve. Ata theksojnë se nuk po shpronësohen mbi bazën e çmimeve që janë aktualisht pronat e tyre në treg dhe se prishet janë selektive. Është gjitha një nismë klienteliste nga disa njerëz të cilët kanë hartuar një dokument, janë po të njëjtët njerëz që kanë hartuar dhe kanë nxjerrë njerëzit mes katër rrugëve në zonën e 5 Majit në Tiranë. Tani janë duke vazhdu procedura, për shpronësim. Unë nuk jam dakord me këtë. Ka marrë nga Belgjika, indinjata, ka arrit deri aty sa që ka marrë avionin, ka marrë mrena ditës, për këto probleme, që janë, ku dijon, duken absurde. Në asnjë vend botës nuk funksionon kështu. 10 metra larg meje, po ishte lulishtja, ju hapët gropën. Kanë një javë që kanë hapur gropën për me bërë pallat. Ishte lulishte. Ti tashi vjen në shtëpinë time. Banorët janë zotuar se do t'i përshkallëzojnë protestat nëse Bashkia Durrës nuk u jep zgjidhje.